mund të gëzohesh se po më praktis, se nga dhimbja e gjitha po më pihem. Ti mendon se po më shkel me këmbë, por si pluhur, unë përsëri do ngrihem. Njësoj si djeli, njësoj si hëna, me batisat në harmoni, njësoj si shpresa që qohet lartë. Unë do ngrihem përsëri. Dëshroje të më shijet të thyrë, me kokë të ullur e sy me lot, me supe varur si lule tharë, grua e mjerë që një fjalë se thot. Mos të lëndon krenaria ime, mos ndoshta kujton se po lajthes, se qeshi si kur kam minjera ari atje prapa në borin e shtëpisë. Mund të më qëllosh me fjalët e tua, mund t'i plagosësh sytë e mi, mund të më vrasësh me urrejtjen tënde, për njësoj si era do ngrihem përsëri. Nga kasollat e turpit të historisë, unë ngrihem, nga e kaluara e hidhur me zbukurisë, unë ngrihem. Jam ujvare lartë, e zezë, freskuese, po fryhem me derdhem, por si një sojt meruese. Duke lënë pas frikën e natës së gjatë, unë ngrihem në një agim mrekullisht të qartë. Unë ngrihem, duke bartur dhuntit e të parëve të mi, jam ëndra, shpresa e sklavërisë për liri. Unë ngrihem përsëri ngrihem, unë ngrihem përsëri. Nderuara kryetare e Kuvendit zonja Lulena Haxhiu, nderuara presidente Jahjaga, aktiviste të dashura, zonja dhe zotrin, mi mbrëma, mi se keni ardhur. Me këta tinguj të flautës e poezis kushtuar motrave Qiriazi, sonte po e hapim këtë fest për të shënuar të 10 vjetorin e aktorës, humanistës, aktivistës, Safete Rogova dhe promovimin e librit Motra Qiriazi, të botuar nga shtëpia botuese Bozuku, njëkohësisht duke shënuar edhe 36 vjetorin e themelimit të shoqatës për arsimimin e vajzave Motra Qiriazi. E të flasësh për veprimtarin e motrave Qiriazi, motrave Safete Iqbal Rogova, natyrisht se nuk do na mjaftonte një natë si kjo, por jemi mbledhur sonte që t'i festojmë e t'i shënojmë në mënyrë modeste këto 2 përvjetore aq të ndryshme, por shumë të lidhura me njëra tjetrën e shumë të veçanta, besoj, për të gjithë neve që sonte jemi këtu. Unë fjalën kryesore natyrisht se do a lë folseve, por nuk munde me vazhdu pa i thanë të paktën një 2-3 fjalë për zonjën Safete edhe shoqatën. Safete Rogova, apo qysh unë i drejtohem të zja Safete, që nga fëmiria, kjo aktore vyshme, përveç dashurisë së madhe që ushqente në radhë të parë për familjen edhe për artin skenik, kishte edhe një dashuri tjetër të madhe, e cila krahas të parave, po e ngërthente në kthetrat e saj që nga rinia, e ajo ishte dashuria për popullin e saj. Hallet e këtij populli ishin breng e saj e përhershme, të cilën ajo e mbante përher mbi supe. Safetën e qetë, e frymëzuar nga shpirti dhe dashuria, nga rolet me qiltërsinë e saj në fund të viteve të 80-ta, bashkë me motrën Igon, të cilën duhet ta përshëndesim gjithashtu me një duar trokitje të fortë. Një vulkan e shpirt luftarak, i bashkon edhe më shumë, po ajo dashuri për popullin e për emancipimin e vajzave dhe grave. Pra për të na sjellë këtu sonte 36 vite më pas, me një bagazh të pafund
angazhimi, mundi, sakrifice e laramanie suksesesh. Në fakt, autore të kësaj nate është vetë historia e tyre. Barjera që ato thyen në vitet kur do të duhej të heshnin. Sonte, po e festojmë librin, por gjumët me shkronja të mdha i kalon vepra, pasioni e dashuria për të krijuar ndryshime rrënjësore e që padyshim janë ndryshime pozitive. Zëri tyre në fakt vazhdon të avokoj për fuqizim, drejtësi, por edhe për barazi. Si që dini të gjithë, shoqata për emancipimin dhe arsimimin e gruas Motra Qiriazi ka luajtur një rol teje të rëndësishëm në Kosovë, duke vepruar kryesisht në fushat e arsimimit, fuqizimit të gruas si dhe ndihmës humanitare. Shoqata Motra Qiriazi ndoqi dhe arsyetoi frymen e motrave Pareshivi e Sevasti Qiriazi, duke promovuar dije dhe arsimim me emancipimin e vajzave dhe grave në zonat më të rrezikuara anë mban Kosovës, sidomos të atyre në has dhe në periudha të vështira, sikurse ndodhem për popullin ton e në veçanti gjatë periudhës së luftës në kampet në Stankovec, në Qegran, në Kuks, Blas e anë mban Shqipëris, ku kishte refugjat lufte. Në këtë natë, me një fjalë rasti, s'ka se si të mos e hapte e dashura presidentja jon zonja Tifete Jajaga, e cila jo vetëm që dekoroi Motra Qiriazi me medalje presidenciale për angazhimin dhe veprimtarinë adetare për promovimin kulturor dhe arsimor dhe për afirmimin e çështjes së Kosovës, por për profesionin dhe rolin që e kishte, edhe është pra si të jetë një manifestim i gjithë asaj për çka luftuan këto dy motra me dekada. Ka kënaqësinë që mi pres në skenë zonja Jajaga. Vllazë, faleminderit shumë. E dashur Albulena Haxhiu, po i thras fillimisht me emra, sepse këtu jemi si mike, jemi si motra dhe si aktiviste të shumta. Albulena, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, e dashura Igo, e dashura Safete, Vjosa, Delina, dhe ju të dashura mike që s'po du me specifiku gjithë se cilin me emër. Igo, faleminderit shumë për ftesën, është me të vërtetë nder dhe kënaqësi për mua që të jem në mesin e juaj sot këtu, sepse kjo ftesë, ky shënim i sonetëm na sjell shumë vite dhe shumë dekada me radhë mbrapa, sepse ky takim i sonetëm është edhe si një reflektim i historisë se ku kemi qenë dhe nga vim neve si shoqërinë e përgjithësi, tregon për gjithë atë punën dhe aktivizmin ton si gra me dekada me radhë dhe mbi të gjitha e tregon edhe forcën, guximin, por edhe trashëgimin e aktivizmit ton si gra për këto dekada me radhë. Nëse dikush në kohën e motrave Qiriazi do të kishte thënë se ndoshta pas shumë viteve, pas shumë dekadave, do të ishin mbledhur gra të profileve të ndryshme nga të gjitha trojet shqiptare për të reflektuar për punën, për aktivizmin, për përkushtimin e motrave Qiriazi. Në qoftë se dikush para shumë dekada do të kishte thënë që një ditë do të shkruhet një libër për trashëgimin e motrave Qiriazi, atë askush nuk do ta kishte besuar. Po ja ku jemi sonte këtu, duke reflektuar dhe duke festuar, sepse duke falenderuar aktivizmit dhe shërbimit të tyre, ne jemi, shumica për neve, jemi sonte këtu ku jemi këtu. Por nuk jemi vetëm këtu ku jemi, po jemi edhe këtu për të vazhduar një rrugë që ato e kanë trasuar para shumë dekadave dhe para shumë viteve më parë.
Veprimtaria e tyre të dashur amike u shënua edhe përmes shoqatës për arsimin dhe rezistentit civile në Kosovë, por edhe më gjerë, e cila ka luajtur një rol kyç në promovimin e edukimit për vajzat, për të mbajtur gjallë gjuhën dhe kulturën shqiptare dhe për organizimin e rezistencës paqësore gjatë viteve të 90-ta. Dhe shumë gra këtu në të anën time të djathtë dhe në anën time të majtë e di se çfarë dua të them me këtë, sepse shumë mesazhe politike neve kemi përquar përmes kësaj rezistence dhe përmes këtij aktivizmi që ka qenë për më shumë se 3 dekada më herët. Dhe të dashur amike, jemi këtu sepse për të përquar edhe një mesazh të cilat ato kanë filluar në një rrethana dhe në kushte krejtësisht të tjera. Që shkollimi është liri, që shkollimi është forcë, që shkollimi është dinjitet dhe që shkollimi është shpresë. Dhe me përgëzu secilën prej nesh, secilën prej jush, për investimin e vete, për investimin në shoqëri, sepse kur gratë ecin përpara, ec e krejt shoqëria, e erdhë dhe e ardhmja e vendit tonë. Flanza e përmendi dekoratën që unë e kam dhënë në kapacitetin tim si presidente e Republikës së Kosovës. Ka shumë dekorata mirënjohje të cilat jepën në kapacitetin e bartësit të një institucioni. Po dua ta them këtu në prezencën e gjithë secilit prej jush. Ky ka qenë jo vetëm një obligim i imi institucional, por ky ka qenë edhe obligim i imi moral, si grua e parë presidente e Republikës së Kosovës, që t'i njoh disa vlera, sidomos të grave që ndoshta me periudha kohore janë haruar për një arsye apo tjetrën. Dhe krejt në fund, sepse Igo më pa thonë që duhet me qenë fjalimi shumë i shkurtë dhe jo formal, dua t'ju lë me një mesazh të dashur amike. Dhe t'ju lus që duhet të qëndroni shumë pranë njëra tjetrës. Sepse vetëm duke i qëndru pranë njëra tjetrës, duke i përkrahur njëra tjetrën, ne jemi më të fuqishme dhe do të i qëndrojmë ballë të gjitha ato me çfarë ballafaqohemi. Kështu që pa marrë parasysh se gjithë secili thotë që ka kritika nga njëra anë dhe ka kritika në anën tjetër. Unë jam ai që më së shumti di se çfarë do thotë kritika, sepse në supet e mia dhe në kurrizin tim kanë kaluar shumë gjëra të tilla. Por asnjëherë në jetën time unë nuk kam bërë një kritik për një grua apo për një vajzë. Po, gjithmonë kritiko privatisht, sepse ajo do të na ndihmojë të përmirësojmë njëra tjetrën. Por publikisht e kemi për obligim, pa marrë parasysh se çfarë, që të përkrahim njëra tjetrën dhe të fuqizojmë njëra tjetrën. Kështu që faleminderit, Igo, stafete, urime ditëlindja. Faleminderit për gjithë shërbimin tënë që ke bërë artist kulturës tonë. Dëshiroj shëndet të më tutjeshëm dhe menzis po pres që edhe në vitet e ardhshme si kemi bashkëpunuar deri më tani të vazhdojmë të bashkëpunojmë që të fuqizojmë vajzat e reja. Jo, ka kohë edhe për ty. Igo, faleminderit shumë. Shqipe Malushi, era. Me penën tënde shkruaj këtë këngë të një shpirti të humbur në kërkim të një miku. Përmes heshtjes së kësaj nate të vetmuar, kërkoj një qast preje. E di që dashuria ime është erë, duke fryrë zjarin mira milje larg në pritje të shiut. Kush e di se kur, gjersa i luftoje vetë me hijet sfilitëse. Dhe në rrugtimin tim të shpresës kërkoj vetëm një moment kënaqësie në thellësinë e shpirtit tënd, që më dridhëron si hëna e rënë. E humbur sërish në dashuri, si në ëndër, duke vallëzuar me erën për herë të parë dhe të fundit që kjo këngë të lindë. Faleminderit.
Faleminderit Presidente Jaga, faleminderit zonja Kumrie. Nuk e di nëse do të vazhdojmë ashtu siç e kemi planifikuar, por në ndërkohë me qenë se kryetarin e kuvendit e kemi të ftuar, unë kisha pas shumë dëshirë me ja dhënë fjalën shkurtimisht, pa ju vënë në siklet. Faleminderit. Po duket e dëgjova. Faleminderit Flanza. Faleminderit, është e vërtet që nuk kam pasur në plan që ta marr fjalën sot, por megjithatë më lejoni shumë shkurt sepse e di që secila prej jush keni pas një ditë të gjatë, por më lejoni që nga zemra t'ja uroj ditëlindjen Safetës, ta falenderoj për punën, për angazhimin, për kontributin në periudha shumë të vështira, për vajzat e Republikës Kosovës, gratë në Kosovë, janë me fat për fshirë edhe mua, që kanë gra si Safetja, si Igo, si Bibi, si Kumi, si Presidentja Jaga, si plot aktiviste që po i shoh sot pas një kohe të gjatë. Faleminderit që më keni nderu me ftesën. Sot kemi pas shumë aktivitete, por unë mundem me thënë që është aktiviteti më i mirë dhe mezi kam prit me ardhë e me ju taku. Të paqim gjatë Safete, e faleminderit për krejt kontributin që keni bërë ju në vazhdimsi, por edhe gjitha aktivistet e shoqërisë civile në vazhdimsi. Faleminderit dhe ja kalofshim sa më mirë sonte. Faleminderit kryetare që na keni nderuar me prezencën tuaj. Miraterni, shpesh flasim për bashkimin kombëtar, besa shumë shpesh edhe e ndërrojmë. Në fakt, përmes aktivizmit ton, ky bashkim ka ndodhur qysh moti edhe ka ndodhur shumë natyrshëm. Na kanë lidhur luftrat e përbashkëta për barazin ndaj grave, për babarazin ndaj grave, gjithmonë duke synuar për barazi. E kush tjetër, pos mikesha jon e kahmotshme, Delina jon, do të zbuloj këtë mbrëmje, natyrisht do të na zbukuroj këtë mbrëmje me një fjalë rasti, prandaj e kemi kënaqësinë që ta mirëpresim në skena për ju. Mirëmbrëma. Të dashura mikesha edhe të dashur miq, jetojmë në një botë shumë të shqetësuar. Jemi të rrethuar me luftra dhe rritje të urrëties për tjetrin, për emigrantin, për atë njeriu e racës ose të fesë tjetër, për atë që mendon apo jeton ndryshe. Përballemi me një bjerje të drejtave të njeriut, sidomos të drejtave të grave dhe të personave LGBTI. Përjetojmë një përkeqësim të vazhdueshëm të mjedisit e burimeve njerëzore për shkak të veprimeve të shoqërisë njerëzore. Jemi deri tani të paqartë dhe pa aftë për të menaxhuar zhvillimin e inteligjencës artificiale, e cila edhe mund na shkojë në shkatrim. Në kohë si këto, është e rëndësishme të mbajmë gjallë shpresën, të mos dorëzohemi dhe të mos dorëshpërhohemi, por të gjejmë zgjidhje e të vëmë në punë të gjithë fuqitë tona për t'i përballuar këto sfida, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, më të paqët, më të drejtë dhe të qëndrueshme. E në kohë si këto, na hyn në punë historia. Na ndihmon të kthejmë kokën pas e të shohim ç'është bërë më parë, kur shoqëria e vendi janë përballuar me kohë të vështira që kanë vënë në rrezik lirinë e të drejtat dhe mirëqenien e një shoqërie apo të një grupi shoqëror. Na ndihmon të kthejmë kokën në të kaluarën për të marrë fuqi nga betejat për përparim në të kohë. Një përpjekje e tillë është edhe libri që promovohet sot, që promovojmë sot. Ky libër na frymëzon me historinë e një grupi grash dhe burrash, të cilët kur qeveria e Slobodan Miloševićit ju hoqi bukën e gojës dhe ju kërcënoi lirinë, nuk ndenjën më një anë të vuajnë e të vajtojnë e të zgjidhin hallet personale, por u mblodhën bashkë dhe punuan me zemër të madhe dhe me mendje të qartë për t'u dhënë fuqi grave e vajzave dhe familjeve shqiptare, sidomos atyre që më së pakti kishin mundësi të flisnin e t'ju dëgjojë zëri. Kjo është historia e shoqatës Motrat Qiriazi, e rrëfyer në këtë libër. Kjo është një histori e madhe dashurie dhe përkushtimi për njerëzit,
për arsimin, për lirin, për të drejtat e njeriut, për Kosovën. Është një histori me shumë aktor dhe me disa aktor kryesor. Unë sot dua të ndalem e të nderoj njërën prej aktoreve kryesore të kësaj historie të veçantë e frymëzuese. Dua të nderoj një qenie të bukur njerëzore në kuptimin më të gjerë dhe më të thellë të kësaj fjale, zonjën e nderuar Safete Rugova. Bashkëthemeluese e shoqatës Motras Qeliazi, krahas igos së saj të dashur dhe burrit të saj të dashur Nuredin Loxhës. Pasi fola me njerëzit që e njohin Safeten dhe lexova për jetën e saj, ajo që më fascinoi më shumë është aftësia e jashtëzakonshme me të cilën Safetja ka thurur bukur në një jetë të vetme, në jetën e saj, dashurinë për familjen nga e cila vinte dhe familjen që krijoi me Nuredinin, Ilirianën dhe Albën. Një patriotizëm të thellë dhe të vërtetë, jo nga ato që kalojnë kohë duke rrahur gjoksin, por që përjetësohen me punë të mira çdo ditë. Artin e aktrimit që kënaq mendjen e shpirtin, por edhe edukon. Dhe aktivizmin, punën në teren me gra e vajza për t'ju hapur atyre syt, për t'ju dhënë shpresë e fuqi që të jetojnë në liri e ta bëjnë më të mirë jetën e tyre e të familjeve të tyre. Safetja hyri në rrugën e artit dhe u rit e shkëlqeu në skenën e teatrit e të filmit në Kosovë që në fund të viteve 1960. Kolegët e publiku kanë shijuar rolet e saj të shumta, mbi 100 role, në pjesë të autorëve të huaj e shqiptar. Zëri i saj i thellë dhe i bukur, plastika e saj elegante, interpretimi i saj kompleks, që buronte nga një punë e thellë me tekstin dhe nga ndjeshmëria e saj emocionale, sollën suksesin e saj të jashtëzakonshëm në skenë dhe e radhisin Safeten ndër aktorët më të vlerësuara skenike në trevat shqiptare. Por si rallkush tjetër, Safetja e vuri pa kursyer talentin dhe artin e saj në shërbim të njerëzve, të Kosovës së saj të dashur, të lirisë e të mirëqenies së saj. E rritur me shumë dashuri në një familje të madhe dhe atdedashse, me rënjë në Has, në Gjakov e në Prishtinë, Safetja u ushqye që e vogël me dashurinë për njerëzit e tokës së saj, për historinë e vlerat e tyre. Sa i bukur është kujtimi i saj se të parën këngë që mësoi nga Jati ishte kënga për Mëmëdhen. Me këtë dashuri për lirinë dhe për kushtim për njerëzit, Safetja, si pjesë e shoqatës Motrat Qeliazi, ju hapi sytë e dijes, vajzave e grave që nga kodra e trimave në Prishtinë e deri në çdo skut të Hasit. Dhe ju gjend pranë grave dhe vajzave e familjeve që u dëbuan nga shtëpit prej ushtrisë kriminale të Miloševićit në 1999. Para dhe pas luftës, ndërsa figura e saj rritej në skenë, Safetja ju ofroi vajzave dhe grave në periferi qytetesh e në fshatra artin si rrugë ndriçimi, si një shteg lirie personale e mundësi për t'u shprehur, por edhe si një gjuhë që njerëzit e përvecojnë më mirë se çdo gjuhë tjetër. Ndërthurja e Safetes artiste me Safeten aktiviste është një histori e gjatë dhe e pasur që shtrihet nga Hasi në Prishtinë, nga Kosova në Shqipëri. Po përmend veç 2 momente. Në fillimet e veta, shoqata Motrat Qeliazi ngriti një shfaqje teatrale shëtitse që edukonte gratë e vajzat në fshatra për rëndësinë e arsimimit. Ndërsa pas luftës, Safetja ishte dhe vazhdon të jetë një figurë qendrore në përpjekjet për ndërgjegjësimin e grave dhe të vajzave, të burrave dhe të djemve, për të keqen e dhunës ndaj grave dhe vajzave, për dëmin që ajo shkakton dhe për detyrimin që kemi të gjithë për ta shkullur këtë të keqe nga mesi ynë. Janë të panumërta shfaqjet artistike në qytete e fshatra, në Kosovë, por edhe në Tiranë, ku Safetja ka luajtur një rol kryesor për të frymëzuar gra e vajza
burra e djem që ta refuzojnë dhunën ndaj grave dhe t'i përkrajnë viktimat e saj. E dashur Safete, ka shumë për të rrëfyer për atë që ti je e për atë që ti përfaqëson. Por unë po ndalem këtu dhe po e mbyll këtë fjalë duke thënë, si aktiviste, si grua dhe si shqiptare, përkulem me nderim para teje. Përkulem përpara shpirtit tënd të bukur e bujarë. Përkulem përpara talentit tënd të jashtëzakonshëm. Përpara guximit tënd për ta jetuar jetën me ndershmëri, dinjitet dhe në liri, ashtu siç e doje ti, siç e do ti. Përkulem përpara dashurisë tënde të jashtëzakonshme dhe të palëkundur për lirinë, për njeriun, për të drejtën, për vendin dhe për kombin tënd. Dhe me që ke pasur ditëlindjen, të uroj të jetosh sa më gjatë dhe bukur, ashtu siç di ti, rrethuar nga të gjitha dashuritë tua. Ringjallja, poezi e shkruar nga Edi Shukriu. Bini daullet e fisit tim, bini, jeni bërë nga lëkuret trupit, andaj bini fort, fort e më fort, sa të pëlqas për hore shpirtit, edhe zemra bashk me të. Ndoshta sjellin ringjalljen. Dua të vallëzoj në ritmin e tingujve pagan, sa të më përgjakën thembrat edhe thepat e gurve të zhvendosur, e trupi të përplaset në muret e mendjes së mykur. Pastaj le të më quajnë bish. Edhe le të qeshen gjarprinjët. Aq më ban. Dua të bie ndaullet. Faleminderit, zonja Dritë. Një emër që nuk do shumë prezantim, me profesion pediatre, por që veproj duke u angazhuar si avokate mbrojtëse e të drejtave të njeriut, të drejtave të grave, një bashkëpunëtare e kauzave të motrave qiriazi. Me kënaqësi ftoj për një fjalë rasti ambasadorën ton, doktoreshën Vjosa Dobruna. Mirëmbrëma, unë s'kum përgatit fjalim do të flas prej zemrës. Kur i kom pyti, a ka mundësi me arë me thonë një fjallë, më kthej paka shumë në vitet për të cilat flitet në libër dhe e pash se sa vizionare kanë qenë gratë. Ju motrat qiriazi jeni të ndha si emrin të cilit në mbani. Gratë e Kosovës kanë ditë me identifiku problemet edhe sfidat atëhere kur nuk janë vërejt prej shumicës. Kanë kriju politika që quhen tash, duke emancipu gratë me pa si faktor në shoqëri. Që tash kemi arë në situatë shumë të mirë. Na kemi kryetarët kuvendit, prezidente, kemi kryetare Akademi Shkencave, kemi gratë të suksesshme në kulturë, kemi artistët të mëdha, po të gjitha falë në të vërtet jo institucioneve të cilat nuk kanë ekzistuar atëherë ose janë prish, por në falë të aktivizmit të grave që kanë bërë në krejt Kosovën. Dhe tu shfletu librin, shkun mend diçka. Ne nuk mësojmë asgjë prej gabimeve.
se cili duhet me përjetu vetë. Ne mësojmë prej sukseseve. E libri të regon një sukses të grave. Edhe të regon që aktivizmi nuk është i kotë. Hasi atyre ka qenë pa bukura. Dhe unë mund të them se e ndi vetën të privilegjume që kom qenë një, nuk po thomë bashkëpunëtore, se po ndo këtë fjallë e zbetë, po një pjesëmarrëse në aktivitetin e grave në krejtë Kosovën, duke i ngritur gratë, duke i dhonë kriju hapsina kur ato e ndijnë vetën të sigurt. Asgja në vitet 90-ta, ma rëndësishme s'ka qenë se me kriju hapsina ku gratë e ndijnë vetën të sigurt. Ku ato mund të shprejnë jo vetëm frigë, po edhe problemet me të cilat janë ballafaqu për çdo ditë. E gratë aktiviste kanë qenë ato të cilat janë mundu, jo gjithmonë, po janë mundu s'paku mi u zgjidh ato probleme, ose mi u dhon rrugë, ose në fund të fundit, nëse s'ka qenë asgjë mundur, atëre me qenë me shpreh një empati. Më kujtohet në qendër, na merrshim me mia gra, i bëjshin pap testin, që ishte gati tabu, dhe mandej shkojshin për çdo fshat, kur na vike rezultati pozitiv për ato gra për ndonjë smundje, na shkojshin fshat për fshat, tu marr ka 2 litra benzin, tu i qitë në kerr, e shko fshat për fshat, mi tërgu grave se që ti duhesh mu trajtu prap, me vazhdu trajtimin, ti duhesh me shkojër. Ajo na mësoi edhe një bashkëpunim me gratë jashtë, se gratë jashtë Kosovës solidarizoheshin me ne. Ju gjindëshin ginekologët, u trajtoheshin që ishim Suedi, që ishim Maqedoni, që ishim Shqipni, që ishim ane. Këto kanë bo gratë aktiviste. Aq ma shumë se kemi pasë ndorë. Prandaj sot mu zgjundo ndjenja, mu këthin do kujtime të cilat faleminderit që i keni dokumentu, unë si ku bo ato punë. Edhe mërë umbura, edhe të falenderoj që kërkove prej me thonë një fjallë. Edhe mi përshkru pak ato vite sfiduse të cilat, kur t'i kujtojmë sot, na bojnë krenar për eksistencën tonë, sepse ne kemi mundësu eksistencën. Nana ime ndjerë të ke, kur kërkojsha diçka prej saj, a mjep pak me bleja 2 litra, një shishe Coca-Cola, benzin më shku dhe një fshat, dhe ke po më nënon, lirat e kuqe janë për ditë zeza, që koki, shka kryje, po s'mojmë të shka kryje, edhe të ke, nëse e shpeton si mjeke, një fëmi, ose një gru, ty t'ka vlet me jetu, jo vetëm për shta, po me jetu. Prandaj, s'kishe me qenë fëmija im, nëse ti si kështë bo, ata ke mundësim me bo. Mota që jazi kanë bo shumë, si gjana. Aktivistet e viteve 90-ta kanë bo aqë shumë për me majtë këtë shoqni gjallë. Dhe unë shpresoj se gjithë do të mësojnë prej këti libri, do të mësojnë prej tërgjimeve të grave aktivistëve të viteve 90-ta, sepse ato nuk kanë vepru vetëm, po kanë zhvillu e kanë qitë gruën në sipërfaqe që sot për popullatën është e pranueshme me pa gra në pozita, se përpara nuk ka qenë fort e pranueshme. Tash zgjedhen, nuk është më 30% që gratë zgjedhen për gra, jo vetëm për 30%. Gratë zgjedhen pëse njerëz e ndëgjojnë që po thot diçka dhe shpresojnë që kam ja rregullu jetën, kam e quke shoqni për para. Prandaj, urime sa vetë mas pari për ditëlindje më falë. I kalofsh edhe shumë tjera të shëndosha, me vajzat tuja një pambesa motra të gjithë. Igo, Nikol, urime për librin, edhe pasim gjithmonë shka me lezu.
Faleminderit, zonja Dobruna. Pra, për ato që i përmendi për një periudhë shumë të vështirë ku kanë vepruar motra Qiriazi, të gjitha këto rrëfime interesante do t'i gjeni edhe në librin që po besoj se cila prej jush sonte e keni pranu. Folësja radhës nuk do shumë fjalë për ta prezantuar. Është një Amerikane të cilën e kemi kosovarizu, një aktiviste pa shoq, një autore që pa përtes plason fjalët në letër. Ftoj për një fjalë rasti autorën e këtij libri, Nicole Farnsworth. Faleminderit shumë. Është një nder shumë i madh. Jam këtu bashkë me juve në këtë vend. Edhe jam jo pak për shumë emocionuar. Për këtë arsye do të lexoj prej librit, që kur kam ardhur në Kosovë në vitin 2003, vazhdimisht jam frymëzuar nga motrët Rogova, si dhe nga aktivistët të tjera e shoqatës Motër Qiriazi. Për krah aktivistët të tjera për të drejtë të grave në Kosovë, historitë e të cilëve gjithashtu meritojnë të shpërndarjen me gjërë. Sëfetja, Igo, Marta, Lana, Rachel, ndër të tjera me kanë frymëzuar vazhdimisht me përkushtimin e tyre dhe përpjekjet e palloshme për të fuqizuar gratë, për të arsimur vajzat, ruajtur kulturën, bashkuar komunitetit dhe thjesht të jenë aty për qindra gra e burra gjatë disa prej periudhave ma e vështirë të jetës së tyre. Fillova të shkruaj këtë libër për të ruajtur historinë e punës së tyre, me shpresën se kjo do të frymëzoj edhe të tjera, siç ka frymëzuar mua. Nuk mund të them se jam autore këtë libri, pasaj që këto janë fjalët e aktivistëve dhe historiet e tyre. Unë thjesht kam dëgjuar dhe kam bërë aq sa kam mundur për të përcjell historitë dhe punët e tyre sa më mirë përmes shkrimit tim. Jam tejet mirënjohësit ndaj të gjithëve aktiviste të cilët me kam besuar historitë e tyre, si dhe për durimin e tyre, deri të përfundim këtë libër. Falenderoj Abdullahu Zenelin, i cili ka përshtuar historitë me mjeshtiri gjysor. Falenderoj Majlinda Bejramin edhe Alba Logjen, që ndihmuan për përkthimin dhe përmbledhja materialet. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time më të thellë për Safet Rogovan, Rachel Wareham, Shipe Malushi, Nejat Çoçay, Shpresa Shehun, Besim Muhadri, Margita Markaj, Qazem Voca, Rabia Hodaj, Beqir Letaj dhe Iqbal Rogova, të cilit kontribuan me shkrimet e tyre për këtë monografi dhe duke bërë më plot këtë histori. Janë edhe shumë aktivistë tjera, shumë storie tjera, edhe kërkoj falje nuk janë të gjithë këto. Shpresoj këtë është vesht e para prej shumë libret edhe storie tjera në të ardhshme. Në fund do të vlerësoj dhe falenderoj Safet Rogova, këtë libre është sidomos për ty, për ditëlindjen. Faleminderit, Nicole. Në vazhdim, më lejoni që të lexoj një mesazh. Sot
teksa festoni lindjen e veprës tuaj dhe rrugtimin e gjatë me përkushtim e dashuri, ju përule me mirënjohje të thellë, dekada pune, sakrifice dhe dritë u kurorzuan në një fitore që quhet qëndres. Ju uroj rrugë pa kufi, vizion të ndryshëm dhe fuqi të pashtershme për gjeneratat që vinë. Ju ishit dhe do të mbeteni heroina tona, simbol i liris, dituris dhe guximit. Urime të 10 vjetorin e lindjes e dashura Safete Rugova, legjend e gjallë. Në zemrën tënde të bekuar mbajte dhimbjet e shumë nanave, motrave e vajzave që tek ti gjetën shpresë. Kontributi yt është i pakrahasueshëm, dritë, artë dhe dashuri që na e fale me bujari. Të paqim për shumë mote, me shëndet, lumturi dhe dashuri të pafund. Jemi me fat që të kemi. Ju lumt motra Shqiriazi, unë jam në mesin tuaj me shpirt e zemër, përqafime nga toka e diellit, India. Ju dua Shqipe Malushi. E falenderojmë Shqipen nga zemra për këtë mesazh, edhe pse ka akoma aq shumë për t'u thënë. Pjesën tjetër, po a lëm që ta shletoni edhe ta zbuloni vetë duke u rikthyer në kujtimet që i keni krijuar bashkë në këtë rrugtim. Ndërkaq për fund, që është ajo shpreha ëmbëlsira për fund, me kënaqësinë më të madhe dua të ftoj të zën Safete për një fjalë të shkurt, për një fjalë rasti. Mysafir të nderuar, miq e mikesha, po ju them me emra Albolena, Atifete, se janë qikat e mia, Delina, Vjosa, Beti, kolegët e mia. Faleminderit që jeni sonte këtu bashkë me ne. Faleminderit aktivistët të Krushës Vogël, më keni nderu shumë. Faleminderit Sanjevoca, kemi ndajt shumë me ju. Faleminderit gjitha aktivistëve, po jeni shumë. Faleminderit që keni ardhur. Ta them të vërtetën, kur e shënova 65 vjetorin e lindjes, Hasi ma bëni një promovim në Has, atje shënova. Edhe folën Hasjant, dikur e kisha një shoqë afër, thash për kene kam fjallën. Edhe sonte po e pys vetëm, për kene kishit fjallën. Megjithatë faleminderit, kontributi jonë ka qenë modest, na jemi frymëzu shumë prej motrave Qiriazi që nga vitet 1892 kur kanë hapë shkollën e parë Shqipe të Bashave. Edhe moto e atyre ka qenë, do të punoj për më mëdhenj, gjithë jetën sa të qoj. Do të zgjoj edhe ata që flenë, pastaj jetën të mbaroj. Po mduket të dhejti bona, po dojnë me mleju unë me pushu, po do të vazhdoj bashkë me ty, Igo, dhe gjitha aktivistët tjera. Faleminderit shumë.